Në mbledhjen jashtëradhe të Këshillit Bashkiak të Maliqit është miratuar projekti ndërkufitar AgriAdapt, inteligjenca e burimeve ujore për përshtatje ndaj klimës dhe rezistencën bujqësore, i fituar nga Njësia e Integrimit Evropian dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj në Bashkinë Maliq për thirrjen e hapur IPA 3 Greqi-Shqipëri, që synon përshtatjen e burimeve ujore ndaj ndryshimeve klimatike. Projekti AgriAdapt i përgjigjet rreziqeve gjithnjë më të mëdha klimatike që kërcënojnë bujqësinë në zonat ndërkufitare Greqi-Shqipëri, të karakterizuara nga thatësira të gjata, rreshje të parregullta, përmbytje dhe temperatura ekstreme, që rrezikojnë sigurinë e ujit dhe produktivitetin. Është një projekt i cili do të zhvillohet, do të implementohet në bashkëpunim edhe me 4 partnerë të tjerë, nga të cilët njëri është në Shqipëri, ku është drejtoria e ujrave të Fierit, dhe 3 partnerë të tjerë, një organizatë dhe 2 bashki nga shteti fqinjë Greqia. Qëllimi i këtij projekti është, le të themi, të menaxhojë më mirë edhe të ul ato rreziqe që vijnë nga thatësirat dhe nga rreshjet e çrregullta, pra nga çrregullimet e motit që ne po shohim në vitet e fundit, dhe ka si qëllim kryesor pra menaxhimin më të mirë të ujit, të tokave. Do ketë disa zona bujqësore dhe disa toka bujqësore të cilat do jenë pilot, pra për të testuar këtë sistem të përbashkët. Do të instalohen disa sensorë, ndër të cilët do ketë sensor dhe pajisje që matin temperaturën e tokës, temperaturën e të ajrit, nevojën e tokës për ujitje, në mënyrë që dhe uji mos i kotë. Një tjetër pikë me rëndësi ishte miratimi i programit buxhetor afatmesëm për vitet 2026-2028, si dhe shqyrtimi i raportit të mandateve, mbi kërkesën për dorëheqje dhe heqjen e mandatit të këshilltarit Ronaldo Skënderi, projekt vendime që u votuan pro nga këshilltarët e pranishëm.